Ne tashmë të gjithë e kemi lexuar, s'pako se kemi pasur mundësinë, kushdo që ka dashur ta lexoj aktgjykimin e gjykatës kushtetuese, ndërkaq ata që shkelen kushtetutën realisht ishin vetë deputetët e opozitës. Pra jemi dëshmitar që edhe sot u mbajt pa suksesshëm një vazhdim i seancës konstituive të nisur me datën 15 prill. Ne tashmë e disa herë, pra mbi 30 herë, e gati 2 muaj kemi pa partitë opozitare teksa refuzojnë të marrin pjesë në votim, pra refuzojnë të kryejnë detyrimin e tyre kushtetues nën pretekstin që gjaja votimi i fshehtë për kryetaren e kuvendit na qenë ka antikushtetues. Me këtë pretekst edhe ka ndërguar çështjen në gjykatën kushtetuese dhe deri më tani mund të kenë pasur arsye kur kanë thënë që po e presim, prandaj s'mund të votojmë sepse nuk janë të sigurt se është antikushtetues apo jo votimi i fshehtë. Ne tashmë të gjithë e kemi lexuar, s'pako se kemi pasur mundësinë, kushdo që ka dashur ta lexoj aktgjykimin e gjykatës kushtetuese, i cili në asnjë pikë të vetme, madje në asnjë pikë të vetme, asnjë paragraf, se lere më në konstatim, nuk e thot një gjë të tillë. Pra votimi i fshehtë përkundrazi në paragrafin 141 dhe në paragrafin 180 të aktgjykimit të ri të publikuar gjykatës kushtetuese e thekson që deputetët pra mund të votojnë në mënyrë të hapur apo të fshehtë për kryetarin e kuvendit, mund të votojnë për, kundër ose abstenim, mirë po gjithashtu thot që është detyrimi secili deputet të jetë prezent dhe të marrë pjesë në votim. Pra nëse mund të përmblidhet seanca e sotme, ajo çfarë ndodhi, është që kryesuesi i seancës, zotëri Dehari, e vazhdoi aty ku kishte mbetur, pra procesin e votimit të komisionit për votim të fshehtë. Pra edhe një herë po e theksoj diçka që nga gjykata kushtetuese u vlerësua që është në përputhje të plotë me kushtetutën në paragrafin 141 dhe paragrafin 180, ndërkaq ata që shkelen kushtetutën realisht ishin vetë deputetët e opozitës duke mos marrë fare pjesë në votim. Pra shkelësit e vetëm të kushtetutës edhe në këtë seancë dhe tani më të konfirmuar, sepse le të themi që pas kanë pasur më dyshjet e tyre dhe arsyet e tyre që të mos marrin pjesë në seancat e kaluara, për kësaj radhe e kemi aktgjykimin e gjykatës kushtetuese që thotë që votimi i fshehtë është i lejuar, është në përputhje me kushtetutën dhe deputetët janë të obliguar të jenë prezent dhe të marrin pjesë në votim. Ne tashmë kemi dëgjuar që ata prezantojnë apo pretendojnë që përmes juristëve, të cilët i konsiderojnë si më të mirët e grupeve të tyre, qoftë PDK, qoftë LDK, të japin interpretime mbi interpretimin e gjykatës kushtetuese. Që gjaja votimi i fshehtë na qenë ka ndaluar, por nuk e kemi pas një prej tyre pra që të ofroj qoftë edhe një paragraf të vetëm në tërë aktgjykimin ku thuhet një gjë e tillë. Pra është e pavërtetë, është e pasaktë. Ndoshta në jetën private mund të jenë jurist të mirë. Mirë po e kemi pa që në praktikën dhe rregullat parlamentare nuk kanë edhe shumë njohuri. Kjo e ka dëshmuar edhe me rastin e votimit për verifikimin e mandateve. Domethënë, të njëjtit jurist pa të ndënë interpretim i cili për një 2-3 ditë na futi në ngërç. Pra e futi kuvendin në ngërç, ku rezultoi ose rrezikohej që të gjithë deputetët humnin mandatet për shkak të interpretimeve të këtyre juristëve, që prapë po e them, mund edhe ndoshta të jenë jurist të mirë në jetën private, por rregullat e kuvendit dhe praktikat parlamentare nuk i njohin. Kjo ka dëshmuar tashmë nga ta.